Roskovecit, jam marrë me bizneset të tjera, po dëshira familjare ishte që na shtyti ne që të miremi me arsimin. Se i matë më thoshte, kush i feston për premtari, i feston për 5 vjet. Kush i feston në shkollë, në arsim, i feston për vite, dhe që ngelet. Dhe unë hyra arsimit, duke filluar me shkollën 8 vjeçare në atë kohë, ishte dëshira puna e mësuesve që duhet t'i falenderoj nismëtarët e shkollës që hapëm këtu në Roskovec, edhe më sot që më detyroi mua që të ngrek një shkollë të mesme, që edhe njërë prap duhet falenderoj mësues që nga drejtoresha deri tek mësuesit e Kopshit, që kanë bërë që unë në këtë zonë nuk kam bërë spote publicitare, po punë e tyre shumë e mirë, më ka arritur në këto maje që unë jam sot, që krenohem që kam një shkollë të mrekullueshme me mësues të mrekullueshëm, me nxënës të mrekullueshëm. Mos i nxënës. Kabineti publike Goja e Artë është një sistemi plot parauniversitar, duke filluar nga arsimi parashkollor, cikli urtë, cikli lartë, në të njëjtën kohë dhe shkolla e mesme. Në këtë shkollë, për këtë vit arsimor 2008-2009, është bërë një punë e mirë, qoftë në mjediset mësimore, me kabinete, me sigurimin e sallës kompjuterëve që ka qenë, po është përmirësuar më tej. Gjithashtu është bërë një punë e mirë dhe në zgjedhjen e stafit të mësimdhënës në këtë shkollë, duke marrë mësues me përvojë, mësues me përgatitje të mirë shkencore dhe bashkëkohor në të gjithë veprimtarinë e tyre. Gjithashtu kemi vënë theksin në forcimin cilësor të punës mësimore edukative, duke përqendruar te cikli ulët që është burimi i brendshëm i shkollës dhe tek shkolla e mesme dhe në veçanti tek viti 4 që kemi maturë shtetërore për këtë vit. Dhe shpresojmë që të dalë mirë nxënësit tanë kalojnë në universitet dhe mendimi ynë në Universitetin e Tiranës. Kjo shkollë ka funksionuar duke pasur një koordinim të bashkëputur, real dhe faktik, përmes 3 Unë jam një prindër i kësaj shkolle që kam 3 fëmijë këtu dhe ju bëj thirrje gjithë i komuniteti, gjithë këtyre prindërve që kjo shkollë kaq e mirë këtu, edhe shkojnë edhe me sakrificët e tyre vënë në shkollat në Fier, ku që është për mua është model. Unë i kam kushtuar rëndësi si prindër flas që në këtë shkollë shkolloj 3 fëmijët e mi. Edhe jam shumë i kënaqur. Përshëndes presidentin e kësaj shkolle, zotin Gogo. Përfshirëse në sferën mëngjes, por për të folur edhe për letërsinë dhe përgjithësinë. Për ato që na ngacmon nga pak të gjithë në brendësi të vetësor. Edhe njëri faleminderit në sferën e zotit. Përfitoni nga mundësitë që ju janë dhënë në kohë të vështirë, sepse akoma jemi në tranzicion, në një shkollë që unë e shikoj në gëllëzim e sipër dhe që me siguri do të bëhet model dhe të dhënat me që ndoqi kamera, kemi një shkollë tepër serioze dhe kjo duhet propaganduar sepse mendoj që të tjerat janë një në Fier edhe të tjerat janë Tiranë. Jo, kultura, arsimi i vërtet do vërtetoj që bëhet edhe në Roskovec dhe ju përfitojeni nga kjo mundësi, se e keni për jetën tuaj. Dhe mesazhin e dytë e kam për vajzat djem që ndërrojnë në letërsi, të shkruajnë, si bëra një bisedë që parë, të mos shkruajnë si kur t'jenë një ishuj të veçantë, po ashtu si që mësojnë në këtë moshë, ashtu të mësojnë. Sepse studimi
krahas talentit dhe punës janë baza për të ecur jo vetëm në letërsi, por në të gjitha shkencat. Dhe të ballafaqohet Fila Dakturina, blini poezi, Bardhje më bardh, shkuar Gjerdan, ju djemë të ri, varja një vajzave në qaf, e do shini kur të thonë hënës, ja dit, ja të dal, e ujtë të bardh i thonë, mbathja. Të më përbëjmë aqarini, e dashuri, edhe mshuri, e të shkruara me gjata me lëmtër nga fila të kush, prej atyre që mbinë pas do pikiloti, e dashuruar kur është një vajzë, e pse jo dhe një djalë. Dhe nuk ka se si të mos tërheqin vëmendjen vogëlushët, ata që japin grind dhe zhvillim kësaj shkolle, ata që janë çulikimet e para të shkujdesura të gojës artë, ata që përbëjnë fidanishten e së ardhmes së shëndosh të kësaj shkolle. Dhe lidhja është e ndërsjellë. Këta vogëlush hapërojnë të sigurt, sepse rriten me dijen në institucionin arsimor.